Teknologjia dhe informacioni po kthehen në një prioritet të rëndësishëm për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama në një takim me të rinj që merren me kodimin, tha se në Tiranë do të hapet një shkollë e re për teknologjinë me ndihmën e Francës, ndërsa marrëveshja do të nënshkruhet me presidentin Macron, i cili do të vizitojë Shqipërinë në prag të samitit që do të mbahet në maj. Shkolla 42, École 42, ku jepet mundësia të gjithëve, pavarësisht moshës, pavarësisht backgroundit akademik, shkollës që kanë kryer, që të konkurrojnë për të hyrë në atë shkollë dhe me një program shumë specifik dhe inovativ. Të gjithë këtyre njerëzve që janë të moshave të ndryshme, janë të backgroundeve të ndryshme, ju jepet Chelsea për të hyrë në botën e teknologjisë, edhe faktikisht ka rezultuar janë se jashtëzakonshme. Kreu i qeverisë, ndër të tjera se kompanitë e huaja po tregojnë interes për të spostuar aktivitetin e tyre në Shqipëri. Ne po shohim një prurje të pazakonshme, nëse mund ta quaj kështu, kompanish të huaja që duan të konsiderojnë Shqipërinë si një pikë për të vendosur operacionet e tyre në pikërisht fushën e teknologjisë. Dhe nga ana tjetër, ne jemi shumë të vetëdijshëm që paralelisht me çka bëjmë për të nxitur sipërmarrjen në këtë fushë, kemi një ndek akoma të konsiderueshëm në kërkim zhvillim. Aktualisht Shqipëria ka 340 laborator teknologjie në shkolla dhe synohet që ky program të shtrihet në të gjitha shkollat e vendit.